Në zbatim të planit të masave për rritjen e parametrave të sigurisë, duke evidentuar dhe goditur veprimtaritë kriminale bazuar dhe në informacionet e sigurta nga inteligjenca policore, për një shtetas që qarkullonte me armë zjarri në qytet, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja në bashkëpunim me specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë organizuar dhe finalizuar operacionin e Kuduar Square për lokalizimin dhe kapjen e këtij shtetasi. Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan në flagrant shtetasi IM 44 vjeç, banues në Laknas, për veprën penale mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit. Gjatë operacionit në sheshin Isa Buletini, shërbimet e policisë kanë lokalizuar automjetin me të cilin qarkullonte shtetasi IM, i cili dyshohet për armbajtje pa leje. Gjatë kontrollit fizik, atij është gjetur një armë zjarri pistolet me një krohër me 14 fishek, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Materiali procedurial i kaloi prokurorisë për veprime të mëtejshme.